Kampi 14, vendi më i tmerrshëm në Korenë e Veriut. Mësimi ish gati të filloj për këta dy zënëzënës shkolle. Si çdo javë, mësuesi fillon të kontrollojë xhepat e të gjithëve. Këtë herë, ai gjen diçka tek një vajzë e vogël, 5 kokra gruri. Mësuesi bën një të bërtitur dhe urdhëron vajzën të dalë përpara. Ajo duhet gjunjëzohet në dyshemen e fortë për betoni me një shkop druri. Ai e godet në kokë përsëri dhe përsëri dhe përsëri dhe përsëri. Shokët e klasës e shikojnë në ishtje. Ragjet vazhdojnë derisa vajza e vogël rrëzohet. Më pas, shokët e klasës e çojnë në shtëpi, po atë natë ajo vdes. Vajza e vogël dhe 39 fëmijët e tjerë janë të gjithë të burgosur në një nga kampet më vdekjeprurse të Koresë së Veriut, kampi 14. Janë bërë krahasime me kampet naziste të vdekjes dhe gulagun sovjetik. Ato janë të sakta dhe megjithatë në mënyrën e tyre të ndryshme. Një qendër paraburgimi pa ligj e fshehur në malet e Kaechon, një vend ku njerëzit burgosen për krimet e prindërve të tyre. Sapo të përfundoni këtu, ka shumë të ngjarë të vdisni këtu. Kjo është vërtet një hapësirë që është jashtë njerëzimit. Të burgosurit detyrohen të punojnë në kushte çnjerëzore. Gabimi më i vogël mund të kushtojë jetën. Aratisja është pothuajse e pamundur. Vetëm një grush njerëzish ja dalin, duke rrezikuar gjithçka në rrugë vdekjeprurse. Në Korenë e Veriut ka disa nga këto kampe vdekjeje dhe regjimi ka mbajtur sekret për dekada të tëra. Por nëpërmjet punës së palodhur të organizatave të drejtave të njerëzit, imazheve satelitore dhe raporteve të mbijetuarve, ne mund të shohim këto objekte. Pse dërgohen njerëzit në kampin 14? Si duket jeta e përditshme brenda mureve të tij? Me çfarë të merresh përballen të burgosurit dhe si dalin njerëzit në të vërtetë prej andej? Kjo është historia e kampit më të tmerrshëm të burgut në Korenë e Veriut. Kjo histori bazohet në librin Aratisja nga kampi 14 nga Blaine Harden. Një ish i burgosur i kampit 14 më vonë ndryshoi pjesë të historisë së tij. Sa herë që e shihni këtë simbol, ai shënon ato rishikime. Nëse doni të dini më shumë rreth ndryshimeve të sakta dhe arsyeve që qëndrojnë pas tyre, ne ju rekomandojmë të lexoni artikullin e lidhur. Meqense Korea e Veriut mohon ekzistencën e këtyre kampeve, verifikimi i pavarur nuk është i mundur. Shin Dong-hyuk është vetëm një djalë i vogël kur dëshmon vajzën e vogël që ndëshkohet për shkak se kishte ushqim në xhep. Shin nuk ka dyshim se e meritonte, në fund të fundit ajo vodhi ushqim. Dhe në kampin 14, vjedhja do të thotë vdekje. Ai nuk e vën në dyshim, ai nuk di asgjë tjetër. Rregullat e kampit janë realiteti i tij. Shin lindi në kampin 14, por prindërit e tij nuk u dashuruan. Ata ju caktuan njëri tjetrit nga rojet e burgut. Intimiteti midis burrave dhe grave është rreptësisht i ndaluar. Nëse një grua mbetet shtatzën pa leje, ajo dhe foshnja qellohen. Në kampin 14 ka vetëm një mënyrë për të pasur një fëmijë, ngritja në detyrë. Ata që punojnë shumë dhe me rëndësishmja spionojnë të tjerët, mund të marrin një martesë shpërblyese. Kështu vi në botë Shin Dong-hyuk dhe vllai i tij më i madh, Shin Hee-gun. Por ata nuk rriten si një familje vërtet. Nëna e tyre nuk flet kur për të kaluarën. Shin nuk ka iden pse prindërit e tij u burgosën dhe ndoshta nuk do të kishte rëndësi gjithsesi. Gjithçka ka të bëjë me ndyshimin, shpjegon Greg Scarlatow, president dhe drejtor ekzekutiv i HRNK-s, Komitetit për të Drejtat e Njerëzit në Korenë e Veriut, me selinë në Washington. Ashtu si shumë të tjerë, Shin ka shumë të ngjarë të qëndrojë në kampin 14 për pjesën tjetër të jetës së tij, edhe pse nuk kreu kur një krim. Kjo është shtëpia ku jetojnë Shin dhe nëna e tij. Së bashku me ngritjen në detyrë, erdhi dhe një strehim pak më i mirë. Ata e ndajnë atë me 3 familje të tjera dhe flenë në dysheme. Në kuzhinë ka vetëm një llampë, energjia elektrike punon vetëm 2 orë në ditë. Nuk ka ujë të rrjedhshëm, as mobilje, as dush, dhe mezi mjafton ushqimi për të mbijetuar. Ndërtesa është pjesë e një fshati model, një nga shumë të tillë. Kampi 14 vlerësohet të mbulojë rreth 153 km2, pothuajse 3 herë më i madh se Manhattan. Është i siguruar nga një gardh prej 60 kilometrash, shtigje patrullimi, kazerma, poste roje dhe pika kontrolli. Zona shtrihet nga luginat e lumenjve deri në malet e maleve.
Kampi ka rrjetin e vetë kurudor dhe gjeneron energjinë e vetë elektrike. Ka edhe një shkollë ku shkon shin çdo ditë. Mësuesi i tij vesh uniformën e rojes, mban armë dhe mëson bindjen mbi të gjitha. Rregullat e kampit janë brutale, janë 10 të tilla, edhe shkelja më e vogël mund të çojë në ekzekutim. Shini mëson përmendesh të gjitha. Rregulli i parë: çdo dëshmimtar i një tentative arratisje që nuk e raporton atë, do të qellohet me njerë. Rregulli i dytë: kushdo që vjedh ose fsheh ushqime, do të qellohet me njerë. Rregulli i tretë: kushdo që mban ose fsheh sendet e një të arratisuri, komploton me të ose nuk e raporton atë, do të qellohet me njerë. Rojet i zbatojnë rregullat pa mëshirë. Në të gjithë Korenë e Veriut, ka lloje të ndryshme të qendrave të paraburgimit. Më të këqijat prej tyre quhen në Kwanliso. Kampi 14 është një prej tyre, një zonë kontrolli total. Njerëzit nuk dalin kurrë prej tyre. Ata thjesht herojnë, duke u vrarë ngadalë nga cikli vicioz i kequshqyrjes dhe punës së detyruar. Nëna e shinit punon në fushat e orizit, 10 deri në 15 orë punë të rënda çdo ditë. Nëse ajo përmbush kuotën e saj, ajo merr ushqim të mjaftueshëm për të mbijetuar natën dhe për të mbijetuar ditën tjetër. Korea e Veriut ka të bëjë vetëm me objektivat e prodhimit, shpjegon Greg. Nëse nuk e përmbushni ato, dhe ndoshta nuk do t'i përmbushni, do të merrni më pak ushqim, më shumë punë, më pak ushqim, më shumë punë, dhe kështu shteroheni dhe vdisni. Për të, ajo nuk është burim dashurie apo kujdesi, ajo është një rivale në luftën për çdo copë të vogël ushqimi. Ky është vakti i shinit, i shërbyer 3 herë në ditë për të gjithë jetën e tij në burg. Nëse ai bën një gabim, racionin e tij e përgjysmojnë si ndërshkim. Ndonjëherë ai dhe të burgosurit e tjerë kapin minj, burimi i tyre e vetëm i mishit në kampin 14. Për shinin, kjo nuk është aq shumë një makt, është jetë normale. Ai nuk e ka parë kur botën për te i telit me gjemba. Ndryshe nga ky burr, Kim Jong është në 40-tat kur e sjelli në kampin 14. Ai e njeh shumë mirë botën jashtë. Në fakt, ai ishte një oficer i lartë ushtarak dhe nënkryetari i një kompanie shtetërore. Në jetën e tij të mëparshme, ai shijonte kulturën, një shofer dhe të gjitha përfitimet e të qenit një punonjës qeveritar. Tani, ai është i detyruar të punojë edhe në minjerat e qymyrit. Kim nuk shkeli asnjë ligj për të ardhur këtu. Prindrit e tij po. Në Korenë e Veriut, kjo formë ndërshkimit kolektiv quhet junj ose faj nga shoqërimi. Deri në 3 breza mund ndërshkohen për krimet e antarëve të familjes. Kur Kim ishte fëmijë, babai dhe vllai i tij u akuzuan për spionazh për Shtetet e Bashkuara, mjaftueshëm sa për t'i ekzekutuar. Pas kësaj, Kim u solli një timore me një emër të ri. U deshën më shumë se 40 vjet derisa dikur zbuloi për prardhin e tij të vërtet. Edhe vetë Kim nuk ishte në dieni të krimeve të supozuara që dyshohet se kishte kryer familja e tij. Nuk ka absolutisht asnjë proces gjyqësor. Ky është ndërshkim jashtëgjyqësor. Ata thjesht do t'ju marrin në mes të natës, së bashku me antarët e familjes suaj, thjesht të zhdukeni. Kështu ndodh. Frika është mjeti më i fuqishëm për rojet e burgut për t'i mbajtur të burgosurit në radhë. Gjatë kohës së Kim në kampin 14, ekzekutohen gjithsej 25 të burgosur. Një ditë, ai dëshmon një të burgosur tjetër që vritet për mbledhjen e gështenjave që kishin rënë nga një pemë. Kim kalon shumicën e ditëve të tij nën tokë. Orë punë pafund me pa drit dielli dhe pa mëshirë. Ai lufton. Ai nuk është përballur kurrë me punë të tillë më parë. Gabimet janë të pashmangshme dhe secila prej tyre ndërshkohet nga një roje që nuk e lë kurrë pranë. Një ditë, një roje godet Kim me qytën e armës së tij, derisa ai bie pa ndjenja. Për 2 ditë të ardhshme, ai merr vetëm gjysmën e vakteve të tij. Pas më shumë se 2 muaj jetese, kështu në kampin 14, Kim vendos t'i jap fund. Pas ditëve të gjatë pune, ai hyn në ashensori në një boshti minjerash. Kafazi metalik ngjitet derisa arrin një lartësi prej rreth 2000 metrash. Ai tërheq kunjin e sigurisë dhe ashensori bie. Por Kim mbijeton dhe cikli vicioz vazhdon. Kur shin është rreth 6 ose 7 vjeç, kufit e kampit të ndryshojnë. Fshati i bashkohet me kampin fqinj 18, pak më tan lumit. Thuhet se është pak më pak brutal se kampi 14, por për shinin jeta mezi ndryshon. Në moshën 15 vjeç, Shin është larguar nga shtëpia e nënës së tij dhe tani jeton me tatin. Një ditë, një mësues e lejon të kalojë natën në shtëpinë e nënës së tij, një shpërblim për sjellje të mirë.
Kur mbërin e pret një mysafir tjetër, vllai i tij, Shin Hye-guan, një 21 vjeçar që punon në fabrikën e çimentos së burgut, disa kilometra larg. Shinit nuk i pëlqen fare. Në mes të natës, Shin zgjohet. Ai dëgjon zëra nga kuzhina. Vllai i tij po flet për aratisje dhe nëna e tij duket se e mbështet. Instinkti i parë i Shinit, ai duhet ta raportojë këtë. Ai shkon në një dhomë konvikti aty pranë dhe zgjon një mik për të kërkuar këshilla. Miku e nxit Shinin t'u tregojë rojeve. Ata shkojnë te roja i natës së shkollës në detyrë dhe raportojnë komplotin e aratisjes. Të aratisesh nga një kamp degëprurës i Koresë së Veriut është pothuajse e pamundur. Këto janë objekte shumë të mbrojtura me mure, me tela me gjemba, roje të armatosur dhe vija zjarri që kryqëzohen. Po flasim për mitraloz. Është e vështirë të aratisesh nga një qendër para burgimi në çdo vend civilizuar. Imagjinoni Korenë e Veriut. Kim studion në eshtje mjedisin përreth. Ai vëzhgon, pret dhe fillon të mendoj. Ai harton plane të shumta aratisjeje, por asnjëri nuk duket i realizueshëm. Një ditë tjetër e vështirë pune, të burgosurit po ngarkojnë qymyr në një tren, kur pa pritmas shohin diçka. Drithra të shpërndara në fund të një vagoni treni. Duhet të ketë transportuar ushqim më parë. Skena shpërthe në kaos, të burgosurit edhin gjithçka, duke kërkuar me dëshpërim për grimcën më të vogël të ushqimit. Rojet fillojnë të bërtasin, por askush nuk dëgjon. Shin dërgohet përsëri në kampin 14 dhe hidhen në një qendër të posaçme para burgimi, një vend me vetëm një qëllim, torturën. Ende kam shenjat e torturës dhe djegjeve, thot ai. Shikoni krahët e mi, nuk janë normal, janë të përkulur dhe deformuar. Përpara se të torturohesha, krahët e mi ishin të drejtë. Kur torturohesha, krahët më lidheshin me një litar dhe të riqeshin prapa. Kjo i bënte gjithnjë më të përkulur. Mbushe me zemërim kur qëndroj para pasqyrës dhe shikoj trupin tim pas një dushi. Pas 4 javësh torture, ai hidhe në një qeli të errës si ster, pa dritare dhe me zi ka hapësirë të mjaftueshme për të ushtrirë. Atje, ai kalon 6 muaj të ardhshëm. Pas lirimit të tij, Shin kthehet në popullatën e përgjithshme të burgut. Ai punon në minjerën e qymyrit, në fushat bujqësore dhe përfundimisht në një fabrikë veshjesh. Këtu ai takon në Park Yong, një burr ndryshe nga kushdo që Shin ka parë ndonjëherë. I lindur në një familje elitare, Park dikur mbante një punë prestigjioze dhe kishte parë botën përtej kufive të Koresë së Veriut. Plani ishte i thjeshtë. Ata presin deri në muzg në mënyrë që gjurmët e tyre të mos mund të gjurmohen lehtësisht në dëbor. Ata rrshqasin përmes telave të tensionit të lartë, pa i prekur ato. Teliposhtën përkulet nën peshën e tij, duke krijuar një boshllëk të ngushtë. Shin zbaritet mbi trupin e Parkut. Ai pothuajse kalon gardin kur këmbët e tij rrshqasin, duke goditur një nga telat. Tensioni e përshkon. Pantallonat e tij digjen, lëkura i digjet nga kyçi i këmbës deri në gjuhë. Por disi ai ja del mban. Trupi i Parkut qëndron i vdekur në gard. Shin vrapon pa u kthyer prapa për 2 orë derisa kupton se ja doli. Ai arrin të kaloj lumin në Kin dhe pas një udhëtimi prej gati 2 vitesh, ai më në fund arrin në Korenë e Jugut. Këto janë të gjitha kampet e burgut, që ka shumë të ngjartë jenë aktiv në Korenë e Veriut sot. Sipas Greg Scarlatoju, kampet po ndryshojnë dhe jo për mirë. Kampet pranë kufirit thuhet se janë zhvendosur më në brendësi, me shumë mundësi për ta bërë aratisjen edhe më të vështirë. Në disa janë shfaqur perimetra të rinj të brendshëm, ndoshta për të izoluar të burgosurit me vlerë të lartë. Një zhvillim i tretë, në aspektin e evolucionit të infrastrukturës, ka qenë krijimi i kullave të vrojtimit dhe asaj që duket se janë linja zjarri që kryqëzohen në rreth kampeve. Kjo do të kishte për qëllim, në thelb, shparosin atyre që përpiqen të largohen nga ato kampe. Për disa kampe, provat janë edhe më të pakta. RNK vlerëson se deri në 120.000 njerëz mbahen aktualisht në kampet e burgjeve të Koresë së Veriut. Duhet të kujtojmë se këta njerëz po torturohen dhe gjymtohen sot. Ata u torturuan dhe u gjymtuan dje dhe njëjta gjë do të ndodhë nesër. Pra mendoj se është një çështje detyrimi moral, etik, fetar dhe politik të vazhdojmë të ruajmë interesin tonë për këtë çështje. Ky është Shin sot. Ai gradualisht u përshtat me jetën në shoqëri dhe u bë folës publik dhe avokat për të drejtat e njerëzit në Korenë e Veriut. Në vitin 2015, Shin Dong-hyuk troqi pjesë të historisë së tij dhe pranoi se kishte ndryshuar disa detaje kyçe në librin Aratisja nga kampi 14. Autori i librit publikoi një deklaratë detajuar ku përshkruaj çdo ndryshim që kishte bërë Shin. Në rregull,
A I kaloi ca kohë si në kampin 14, ashtu edhe në kampin 18, pikërisht Matan Lumit. A e pa ai ekzekutimin e nënës dhe vllait të tij? Po, e pa. Pra element thelbësor të historisë së Shin Dong-hyuk nuk ndryshuan. Shin mban plagët fizike dhe psikologjike që lën pak dyshime rreth abuzimit dhe torturës që ai